e kryesisë qendrore krijohet edhe një degë e re e Partisë së Drejtësisë në Prizren. Hallakam në kuvendin e degës së re të PD-s në Prizren. Shoqëria civile në Prizren në përkrahje të opsionit të ri të emblemës komunale. Mirëmbrëma të nderuar teleshikues, fillojmë me lajmet qendrore në televizionin e Prizrenit. Kryesia qendrore e Partisë së Drejtësisë ka përzgjedhur organet e reja drejtuese të këtij subjekti politik në Prizren përmes një kuvendi i cili nga kryesia aktuale e degës së PD-s është quajtur jo legjitim. Parashikimet se nuk do të ketë pajtim ndërmjet kryesisë qendrore dhe asaj të degës së Partisë së Drejtësisë në Prizren dolën të vërteta. Përmes një kuvendi tjetër me delegatë të tjerë, por me pjesëmarrje të kreut të PD-s, Dr. Feri Dagani, është konstituar dega paralele e këtij subjekti politik në Prizren. Para se ky kuvend të fillojë punimet në ambientet ku mbajt ai, u paraqitën krerët e degës së PD-s, të cilët janë suspenduar nga Këshilli Drejtues i partisë. Për të qetësuar situatën e krijuar pas arritjes së antarëve të kryesisë së PD-s së suspenduar, fjalën e mori kreu i PD-s, Agani, duke thënë se kryesia e suspenduar nuk ka kompetenca politike e as partijake për të vepruar. Kuvendi po shihet se po lypin fjalën edhe personat të cilët kanë qenë pjesë udhëheqës partijake në periudhën e kaluar dhe e kanë librezën e Partisë së Drejtësisë. Dhe e kanë librezën e Partisë së Drejtësisë, me vend. Do thotë me vendimin e Këshillit Drejtues të Partisë së Drejtësisë, kjo udhëheqje partijake është pezulluar. Pra nuk ka kompetenca politike dhe partijake. Mirë po, unë jam gjithmonë kom qenë dhe prap jam. Ai i cili ka dëshirë të ndëgjojë edhe mendimin e kundërt, edhe atëherë kur nuk është ai i cili reflekton realitetin, ndoshta sipas perceptimit tim. Nuk ka asgjë të keqe në këtë punë. Ndoshta punët e këtij kuvendi mund të zgjasin për kohën të cilën unë e kisha lut kryesinë e punës, nëse është e mundur, nëse është e mundur, që t'ju jepet në dispozicion njërit prej ish udhëheqësve të kësaj dege, në mënyrë që juve t'u parashtroj argumentet që ai mendon se janë relevante, në mënyrë që procesi vendimarrjes juaj të jetë plotësisht demokratik, të jetë legjitim dhe të jeni të informuar në mënyrë plot. E kryetari i degës së PD-s, Munir Basha, në emër të kryesisë së kraut që ai drejton, që doli nga kuvendi i 6 zgjedhor i degës së PD-s, mbajtur më 27 nëntor, tha se ky organizim është kuvend fantom dhe plotësisht jo legjitim. Në emër të asaj kryesie dëshiroj të dërgoj porosin Këshillit Organizativ të këtij tubimi, se nuk do të lejojmë që të luhet me autoritetin e kësaj kryesie. Ne jemi përfaqësues legjitim, legitimiteti ynë, zotni Agani, buron nga qytetarët e Prizrenit. Ne kemi marrë në përgjegjësi në amanet 2110 vota të qytetarëve të Prizrenit. Edhe unë po flas në emër të atyre votave. Edhe atë legitimitet ju s'mundeni me më marrë. As timin, as Norës, as zotni Afrim Radës, as zotni Shën Kabashit. Ne jemi, do të mundohem 58 sekonda, doktorat, se nuk kam dërmend me palavra me tregu këtë, por vetëm deshta me ju njoftu, edhe dëshiroj të njoftoj këta musafir të respektum, se ata që janë ftu në emër të Partisë së Drejtësisë në Prizren, ta kenë të qartë, se ne si dek nuk jemi organizator. Megjithëse unë këtu pak po shoh Prizrenas, por ata që janë thjesht të jenë në dijeni, se ne nuk kemi organizuar këtë kuvend. Ky kuvend është për ne fantom është, farsë është, ilegjitim është. Më pas antarët e kryesisë së suspenduar u larguan nga salla dhe delegatët e mbetur ju nënshtruan punimeve të kuvendit duke zgjedhur ish drejtorin e drejtorisë komunale për shëndetësi, doktor Azem Ditën, për kryetar të degës së re që përkrahet nga kryesia qendrore e Partisë së Drejtësisë. Ai falenderoi delegatët për besimin dhe me këtë rast premtoi angazhim maksimal në realizimin e objekteve partijake në interesat e antarëve dhe simpatizantëve të saj. Ju falenderoj
për besimin e juaj që më keni dhënë sonte dhe unë do t'ju përfaqësoj denjësisht, sinqerisht, pa hezitim, brenda 24 orëve do t'jem gjithmonë dere hapur për të ndëgjuar brengat e juja të cilat do t'i përfaqësoj legjitimisht, jo vetëm me fjalë, por edhe me vepra. Delegatët e këtij kuvendi zgjodhën edhe kryesinë e ri 19 antarëshe. Nga fundjava që e lan pas në Prizren, tashmë janë dy krah politik të Partisë së Drejtësisë. Ai që udhëhiqet nga Munir Basha dhe krau i preferuar i kreut të PD-s, Agani, ai që udhëhiqet nga Azem Dida. Po si u përshkruan punimet e kuvendit të digës së Partisë së Drejtësisë, që preferohet nga kryesia qendrore e saj, ju ftojmë të ndiqni kronikën në vazhdim. Hallaka me vërtet ishte gjatë mbajtjes së kuvendit zgjedhor të degës së PD-s, që favorizohet nga krerët e kësaj partie nga qendra. Në këtë kuvend, interes foli kryetari i degës së suspenduar të PD-s, Munir Basha, i cili së bashku me bashkëpunëtorët e tij të ngushtë nuk ishte i ftuar në këtë kuvend, por që ju dha fjala 5 minuta. E mbaroi me kohë atë, por pa izëm të askujt, foli antari i kryesisë së të pezulluarve, Shend Kabashi, i cili nga dikush u duar trokit, e nga dikush tjetër nuk u mirëprit në këtë kuvend, por edhe dikush tjetër nuk e dinte se sa shitej pasuli aty. Këtu. Julos, vetëm një fjalë. Të urdhëroj këtu. Julos, të nderuar qytetarët e Prizrenit, nëse më lejohet. Masi që Julos qytetarët e Prizrenit. Demokracia është të jepet fjalë çdo individit që prezanton komunën e Prizrenit. Unë vetëm një fjalë të them. Tu janë njerëz të cilëve ju është premtu punësim. Tu janë njerëz të cilëve ju është premtu shërim. Tu janë njerëz të cilëve është premtu shumë premtime të ndryshme. Zoti ju ndihmoj. Lus kryetarin e komisionit kandidues. Lus kryetarin e llogarit për tender në dia. Tendera tregoni. 500 euro. Të vi. Ata njëtë nga përbire njështë, nërë fjetorit, janë që dhe roshës, shka përbohet punë e degave, ku përjesim nga, to kanë qimë. Partia që i themelon degën, adresonin partia që i themelon degën, në partia që i themelon degën, i kini këtë adreson ma atje, atje zhjë. Por do, zotëriu që ishte... Mëse kanë rritë? Nuk e kanë bërë. Gjeni por, këto proteste. Dy degave. Po të shme për këtë nga qësa të. Dhe këtë degë, jeni nëm degë kësaj degë. Jeni nëm degë të kësaj degë. Kush su ka përzani? Kush su ka përzani juve? E pasi ikën nga sallat të suspenduarit, ata që e kishen organizuar këtë kuvend filluan të punojnë dhe të kremtojnë, me bindje të thellë se janë në rrugën e Zotit. Kuvendin të deklarohet për doktor Azandidin, kryetar të degës në Prizren. Kush është për? Deklaroheni me dorë? A ka kundër? Nuk ka kundër. Ju falenderës dhe ju uroj punë të mbarë doktor Azandidis dhe e gjusë për një përshëndetë. Sidoqoftë, përplasjet e filluara vitin e kaluar ndërmjet kryesisë qendrore dhe drejtuesve të PD-s në Prizren nuk kanë të ndalur. Si pasojë e këtyre përplasjeve, rezultoi edhe me krijimin e një krahu tjetër të këtij subjekti politik në Prizren, që ka amenimin e drejtuesve më të lartë të Partisë së Drejtësisë.